Të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. E sonte vjen një mësafer nga Tuzi. Me mësonte artisti i njohur David Dresha, që për herë të parë vjen në thuhet për me nda shumë çka nga jeta e tij. Një intervistë, edhe unë po e tham, shumë ekskluzive. David, mirë se erdhe, edhe faleminderit që ke pranuar ftesën për me ardhur. Faleminderit shumë Levinot për ftesën, është kënaqësi edhe është dashur të më taku se sa vite. Më në fund. Po në kohën, momentin e dur, unë ju kam premtuar se do vi, kështu që ja ku jam. E kuptoj, dhe unë jam shumë mirënjohës dhe falenderoj që ke ardhur nga Tuzi, e thash edhe këto nga Tuzi. Faleminderit për këtë fjalë, për këtë prezantim. E meriton. Po mban mundje mallështore. E meriton për gjithçka që ju bëni. Në fakt në media ju kam përcjell edhe angazhimin muzikor, edhe pse nuk kam shumë vesh për muzikë, më thënë të drejtën, por të kam dëgjuar edhe të kam po. Mos tham që nuk ju kam pa në media shumë në intervistat e juaja, po si në thuhet nuk e besoj që ke ndarë diçka si sonte që kemi ndarë shumë detaje të rëndësishme. Absolutisht, nuk mendoj nëse ne kena bën plan që pak një rrëfim më personal edhe privat ta bëjmë, është hera e parë edhe është ekskluzive vetëm për ju. Unë e vlerësoj shumë. Flasim mbi një fëmijëri që nuk është fol kurrë në media. Davidi dikur i vogël, cilat kanë qenë ëndrat e tij, cilat kanë qenë ambicjet e Davidit, një djalë menoj me karakter edhe qysh fëmijë i vogël, duket njoft tash, po referona edhe me këto, edhe regjia na shoqëron me fotografi që janë shumë ekskluzive, me thonë të drejtën, sepse këto fotografi janë rujt për diçka krejt tjetër, po? I hope, mos po filloj këtu që thotë shpresoj që kam qenë që në fëmijëri një karakter. I dashëm besoj shumë. Dhe po më thonë që kam qenë energjik, s'po di, i dashur, i afrushëm, si thotë edhe ju, po mendoj që pastaj thirrja për muzikën edhe pasioni nga brenda ishte shumë i madh dhe në moshën 10 vjeçare kam vendosur që me i marr ato rrugë për me ujrave të muzikës, edhe po e ditë se çam pret ose çka janë konkretisht, por e disha që brendësi i shpirtit dhe zemra thërrisnin me të madhe për muzikën, kështu që jeta ime nuk ka kuptim pa muzikë dhe po notat në pentagram nëse mund të them kështu. Kurse fëmijëria ka qenë e qetë. Çfarë kujton këtë periudhë të fëmijërisë tonë kur kthehemi, sepse po don me dalë më një herë te muzika, edhe unë e kuptoj shumë mirë. Jo, thjesht e lidha që ndoshta deri në moshën 10 vjeçare unë kujtoj që nuk kam luajt në instrument deri atëherë, nuk e di më bëj diçka tjetër përpos. Nuk kam qenë ndoshta i lidhur aq ofër, edhe nuk e kam prek aq shumë muzikën. Vetëm çka kam kënduar nëpër kore të shkollës, me profesorë dhe mësuesa të ndryshëm që ma kanë spjeguar edhe në hat talentin që në moshë 3 vokalisht, po mendoj edhe më kanë thonë që gjithmonë duhet të atentosh në një shkollë të muzikës, kështu që pastaj 10 vjeç kam kuptuar edhe unë që prima ajo thirrja është me të vërtetë, prej vërteti. Po në periudhën e fëmijërisë, që edhe peshohin fotografinë, thash edhe një herë, po e theksoj edhe një herë që është shumë i dashur. Besoj kjo është edhe sot, sepse shihet edhe në prezantimet e juaja, shihet edhe në jashtë dritave të televizionit që din me dhënë shumë dashni për të tjerët, edhe kur atëherë nuk kthehet. Mundohemi për zotin Levinot, edhe normal e presim edhe në këmbim sepse mendoj se dashnia është një emocion shumë i madh dhe shumë i bukur që është falas. Falas. Mendoj që është një gjë që duhet njeriu ta ketë në karakter dhe nuk e di, për fëmijërinë dhe njëherë po duam me potencu se më pëlqen kjo pjesë që është e raport që ja jap dikujt ekskluzivitetin për fotot e fëmijërisë dhe kaq private, intime dhe personale. Besoj do pasojnë edhe tjera familjare, se unë kam shfletuar 2-3 orë vetëm për ty dhe për emisionin thuhet. Unë e kuptoj shumë. Që me i përzjell disa më të mirat kur më keni kërkuar dhe këto kanë qenë për të ruajtur për një këngë që kam dashur mja dediku nënës, prindit tim, që jam shumë i lidhur e dua shumë, kështu që por thash pasi me gjithat vullnet dhe vrull dhe qef me ftuat edhe me mikpritet edhe krejt ai komunikim edhe ajo sjellja që bukur, thash
pse jo, për këtë tjetër apo vetëm për lavinotën dhe për emisionin thuhet. Unë e vlerësoj shumë edhe këtë pjesë që ju i runi me fanatizëm edhe fotografit, edhe gjithçka, sepse ju jeni në hapa goxha të mëdhej, të rëndësishëm në karrierë, në ato që ju gjithmonë dini me bëu më së miri. Kështu që edhe unë jam mirënjohës se ju kam edhe në studio, edhe në emisionin tuaj. Tash po duhet edhe pak me rikthye. Para 6 viteve më duhet ke qenë teknik këtu. Po 5 vite, 5 plota jonë ka qenë në emision tjetër. Po, ke qenë tenora te kolegja. Me njerë son keni ftu të DTV-ja, më është kujtu ajo intervista. Ato kanë qenë ndër intervistat edhe hapat e parë të karrierës time. Edhe mbaj mend shumë mirë që ka qenë mbështetje e madhe besoj. Po, kanë qenë 2 moderatorë që më kanë ftu nga këtu, kështu që për mua ka qenë atëherë me entuziazëm rritë zemra, ishin ato misionet e para që ballafaqosha me skenën me kultuçet e emisioneve, kështu që është nasi. Është një gjë shumë interesante. Me thënë të drejtën, davet bota televizive ose skenat e mëdha na joshin gjithmonë. Absolutisht. Kush nuk i don dritat e televizionit. Po du më kthye një herë te fëmijëria të shkollimit, tregom këtë rrugtim goxha të rëndësishëm. Siç ju thash, fëmijëria ka qenë shumë e qetë, një fëmijëri tipike në një familje shqiptare, si në gjithë mbar shqiptarinë, po mendoj, këtu jam me prindin, me nanën, se po ndrojmë në sfond fotot ndërkohë që po flas. Dhe nuk e di, mendoj që kam qenë hiperaktiv, kam qenë energjik, kena pas shumë fëmijë në katun ku jam rrit, dhe kjo më ka ndihmu shumë që me u socializu, me qenë i qelt, i hapur, me komuniku me njerëzit edhe moshën pak më madhore duke u zhvillu edhe duke hyrë në adoleshencë. Kjo më ka ndihmu edhe te shkolla muzikës që mos me pas emocione, mos me pas friga tuta, me ka një lishëm edhe në opinion edhe mendim. Megjithëse mendoj që fryma dhe prindrit tonë, po flasëm përgjithësi tani, jo vetëm prindrit e mi, janë rrit pak me një kohë tjetër dhe një frymë tjetër që lirin e fjalës nuk e kanë njoftë dhe është marrë është turp, mos fol, mos të thuj këta, mos e bëj ata. Nuk thuhet ajo, nuk thuhet kjo. Unë mendoj që ne jena një gjenerat tjetër edhe... A mendoj që gjithçka thuhet, David? Po në rast gjithçka. A thuhet a nuk thuhet? Nuk po di, është shumë pyetje, nuk e di me dhënë një përgjigje konkrete. Shpesh herë na buron prej shpirtit, mi thonë disa gjëra edhe të hidhun. Po nuk dojmë mi thonë, ka dhe gjatë mira, po gjithsesi që ato na mesin kujtesë edhe nuk dojna mi thonë. E kuptoj, unë nuk mund të me dhoni përgjigje konkrete, sepse ka momente që mund të thuhet edhe gjitha, po prap nuk thuhet gjitha. E di, se na kemi 6 shqiptarit, do me thonë, nuk i thojmë krejt. Normal. Na shta i rujmë për kur vjen koha dhe një momenti i dun. Në rrugtimin drejt dijes, drejt shkollës, drejt asaj që ti ke darë gjithmonë për me synu, a ka qenë dikush i rëndësishëm që ka mbështet një dorë e fortë për Davidin? Edhe ka ne kujton? Ka ne kujtoj nga rrethi i afërt, nga shoqëria apo në përgjithësi, kush ka qenë dorë e madhe? Unë mendoj që... Besoj që kemi thënë nëna. Absolutisht nëna, pastaj edhe motra, familja rrethi i ngushtë, po me kohën e kom pa kush po mbet. Vetëm nëna, vetëm prindi, vetëm familja, vetëm ata që janë ODN-ja e gjaku im. Kështu që mendoj që familja është gjëja më e shtrenjtë dhe më e çmueshme në botë, dhe po ata nuk ka kuptim jeta, dhe po ata nuk do isha këtu ku jam, as nuk do kisha as mbështetjen morale as financiare, seriozisht e kam. Nuk do kisha jo mbështetjen financiare dhe morale, se ato janë hynë të një kategori tjetër, po thjesht mendoj që nuk i kisha pas guximin edhe vullnetin e duhur për pasionin e madh që e kisha që me ecë përpara dhe me i dhon zjarr flok, me i dhon s'po di si me thon with a fire in my with a dream in my heart and a fire in my soul. S'po di si domethënë me një ëndër në zemrën time dhe një gjarm në shpirtin tim që po këto dyja bashk, po mbështetjen e tyre këto dyja bashk nuk ishin marrë kuptimin e plot. Jo, në këtë rast po thoni që nuk keni pas dikon që ju ka mbështet çaq shumë përpas prindve, familjes, njerëz më të dashun. Po ka pas Sepse mbani përshtypjen një detaj shumë i rëndësishëm ku e the që në momentin e fundit po supozojmë që gjithë kanë ikë, edhe kanë mbet ata që janë familja. Po, ndërkohë, normal, me kohën, duke u zhvillu, duke u rritë edhe e kupton kush është vërtet, kush është me maska, kush
kush ta don të mirën, kush vërtet gëzohet për suksesin tënd, për një shkollë, një hap më lart që ti del, për ëndrat tua, për realizimet që i realizon dhe i plotson, por a ka luajtur ndonjë rol i rëndësishëm përpas këtyre? Besimi? Po, absolutisht. Nëna gjithmonë është mundu me na eduku dhe me na rritë dhe një frym, familja konkretisht në një frym që më mbështetën me besu në Zotin edhe kjo na ka përndjek për gjatë gjithë, edhe po na përndjek, po na vazhdon jeta po Zotin mendoj që nuk ka kuptim edhe na jena rritën në frym, se unë i përkas fesë katolike, në frym të kishës, oborrit kishës, që katekizëm, gjithmonë aty i kena mësu gjanat edhe mendoj që e formojnë njeriu edhe moralin, edhe identitetin, edhe të ndihmon edhe për jetën edhe për krejt hapa, e zbukurojnë. Shumë bukur e keni thonë. Mendoj që besimi e zbukuron njeriu, pavarësisht qysh beson, pse beson ose diçka të ngjashme. Ky detaj goxha i rëndësishëm ka ra edhe mua me u përballë me ty në këtë rast, edhe për me diskutu edhe pjesën e besimit ku ka bërë shumë përshtypje, që është diçka po më e rëndësishme, e madhe, po në fund ditës është e bukur që ish një gjuat për te besimit. Absolutisht. Është një krijues, jeta është dhuratë, besimi është një gjë, prapë është personale, por mendoj që po, është shumë personale, edhe pse shpeshherë këto ndikon në formimin edhe edukatën e një njeriu, edhe perceptimin e jetës, shumë gjërave tjera. David, në këtë pjesë më vjen me kuptuar që ju jeni pjek para kohe. Po, ndoshta edhe jo. Edhe sfidat, bota dhe ujërat e muzikës nuk janë shumë të lehta dhe mendoj që ballafaqimi me shumë njerëz të ndryshëm më ka bërë që me u rritë, u pjek para kohës. Po edhe ballafaqimi me artistë dhe kompozitorë dhe me mësuese të ndryshme të unë kam studiuar edhe për kanto, për solfeggio dhe për piano në njëjtën kohë, kështu që për të trija nivelet, orët më është dashur me pas një mësues të ndryshëm. Plus atëherë shkoja nga Tuzi në Podgoricë, bëja sakrificë që me shkollu vokalin në Podgoricë. Kështu që nuk ka qenë shumë e lehtë se nuk kam njofta në fillimet e mia. Këtu jena, se po më ndërpret muhabetin. S'është problem, kjo është intervista më e bukur. Gjithçysh. Cili je këtu, David, se nuk... Kom ky në qosh me bluzë në gjyrë gjelbër. Ky këtu? Gjelbër, po ky këtë në fund. A këtë në fund, ky në fund, ullën. Edhe po të më thonë që kom dërgu foto, ndoshta pak më të mira ku kom dalë më mirë. David, tash për hitë vërtet. Po këtu jena fëmijë, normal. David, mos fëmijë keq, se janë fotografitë e bukura. Normal, janë nostalgji, janë kujtime. Më kujtojnë shumë nostalgji sepse... A mi thonë të drejtën tash për hir të korrekcisë. Ky është 4 vjetori i parë. Ke dërguar fotografi pafundësisht. Po normal, me shumë qeve kam bërë, me shumë kënaqësi. Edhe unë kom vlerësu, po që ka pas çat shumë, saqë unë më nuk e kam humbur fokusin. Po kjo se po bëj shaka pak për te shakas unë. Po ngacmon tash. Kjo është 4 vjetorin 4 vjeçorja e parë e shkollës, e para 2-a, 3-a, 4-a klasë. Kështu që po, nice, kujtime të bukura. Tash më fokusovi te fotografisë. Po, s'ku e lëm se hupi. Nuk është problem, sepse kjo është e bukur e emisionit, që jemi tu nxjerr, tu ndërtu diçka që cilën nuk e kemi pa kurrë në ekran, duke ditë tash nivelin se ku je, muzikën, angazhimet e tua, emrin tënd lakum ka gjë shumë, kështu që intervistat e tilla unë gjithë s'ke dalë, kështu jemi në rregull, nëse e kthem kryt me ty. Na jemi okay. Unë bile po duhet se këtë foto ta marrin vlerësimin edhe shkelcimin e duhur. Jo, e meritojmë thonë drejtë. Besoj që po ju japim pak famë, popularitet. Edhe nxoncave, edhe shokëve. Ai kujton mos tiki këtë, ai kujton me dhe shokët e familjes? Ai shoh ai kujtoj. Ai kujton? Ai din edhe emrat sot? Po, absolutisht. Tash njerëzit kur janë publik ndryshojnë. Jo, po mendoj këta janë shumica ose mos them gjithë nga vendi i njëjtë, nga Tozi. A janë të famshëm në një kush përpas teje? Të famshëm lokal, po. Njëra nga vajzat është make-up artiste këtu që po e shoh. Okej. Por lokal. Është fillimet e saj, po. Në Toz. Në Toz. Edhe shumë make-up artiste e talentuar.
Por shumica nga katunit që rrethojnë Tuzin, kështu që gjithë jemi mes njëri tjetrit. Po, më intereson, a i kujton edhe sot, domethënë, a ruan lidhje miqësore apo thjesht kanë humbur ato lidhjet? Arruj, ka, me disa që dëgjohemi prej kohës dhe që shihemi se është vend i vogël Tuzi, 15.000 shqiptarë, kështu që na vjen më përshëndet, çao si je, çao bën. Tash i t'jau ke dhënë mundësinë për me të pa në televizion, me të pa në ekipe, domethënë është e bukur edhe kjo. Besoj që tani më shumë më shohin përmes opinionit publik, por është në rregull ajo pjesë, kjo është rruga që e kam sjellë. Shumë bukur. Kthehemi te muzika aty ku të flan shpirti. Okej. Kur ka qenë momenti kur ti e ke pa që ti e dën që të rrugë, edhe pse është e vështirë, është me shumë gur. Ka shumë njerëz që ndoshta edhe nuk e dojnë suksesin tonë, po që prap një shpirt si joni nuk dorëzohet kurrë. Jo, absolutisht. Jena shpirt artistik, si që e the edhe ti vetë, dhe momenti besoj që ka qenë... Besoj si fëmijë vogël, nuk nunë në për shpe. Po, atëherë, 10-11 vjeç e kam kuptu që dhe filloja duke ju thënë edhe moshatorëve të mi që do të bëjmë këngëtar, kështu që kjo është e zita, se ma mori shprenzini pa një vëtë tjetër. Ata këndojnë edhe këtë? Lutna. Këtë jam me babën. Po, unë e di që lidhja, kush nuk e ka lidhjen e fuqishme dhe të fortë, shpirtërore me prind? Po, tregom. Unë e kam me prindin më shumë, se me pëlqen të jemi sinqert. Po, motra për shembull se na jena 3 vëllezër e një motër, është shumë e lidhur me babën. Vajza zakonisht janë të lidhur me? Po, zakonisht. Hajde, komentoj tash këtë fotografi. Tu pas kam dalë të polak pak, po, nejse. Se më falë, jam fëmijë. Po, angjaj me babën ajo. Apo më shumë si nana, që e futa për Besoj që po, me nana më shumë. Do shta mix pak. Tregom, çka t'japin këto fotografi kur i shes sot në ekran? Tash, në këtë moment. Emocion? Po, interesante. Besoj që prindi, nana i ka shkrep, ajo mundonte që të runte dhe të bënte sa më shumë kujtime gjatë rritjes tonë. Që me i pas ne, normal, kujtime dhe që sot më shërbejnë, si jo, gjatë themi si... Edhe për PR të andë? Po PR, të bukura, janë nice. Po nuk ose i shoh shpesh, ose hyjnë albume tash me studiu vetën e po... Më vëqen kur... Si kam qenë 10 vjeç, si kam qenë 7 vjeç. Të ndriqojnë sytë kur i sheh këto fotografi, sepse emocione. Se nuk i shoh shpesh edhe më duken interesante, e më kujtojnë... A të kujtojnë, kur i sheh këto fotografi tani, a të kujtojnë gjitha e sakrificë e madhe e prindve to? Po, absolutisht, se pa të mbetë shkolla e muzikës, shkolloja vokalin, edhe mbaj mend shumë që aso kohë, ato 3 orë kushtoshin dikute, për aso kohë ka qenë shumë e shtrenjtë, 2010, 2011, 2012, 120 euro, edhe se cila të 3 orët së bashku në muj. Kështu që ata i kursenin, ndoshta edhe lekun centin e fundit, ose i runin e danin anash nga krejt buxheti familjar, që ishim një familje madhe, edhe sot jemi. Po tani, dikush është martua, dikush ka shku jetën e vet, dikush shkollua, dikush ka përndjek në ëndër ose profesion tjetër, kështu që tani jena pak në numër afër me njëri tjetrin, po e mbaj mend shumë i sakrificat që i kanë bërë, se po prap po e them pata se s'kisha mujt asnjë gjë me realizu. Thuhet që kur të bësh prindë e kupton edhe më mirë. A ke dëgjuar ti për këtë? Po, ma kanë thënë. Ma kanë thënë prindërit sidomos. Apo? Babi nuk është tash i çelt ndoshta në shprehjen e emocioneve. Nuk i thot kështu drejt për drejt dhe transparent, po nana dhe i shpreh dhe i fol këto gjëra me ne dhe i ndonë se tani jemi jemi rritë. Më vështirë o davet që ju e keni lidhje shumë miqësore mes te edhe nanës. Domethënë për çdo detaj e din. Edhe për sot në emision, edhe për gjithçka tjetër. Apo, normal, më thaç çka do me vesh e zgjedha. Unë e zgjedha pak a shumë, po normal gjithmonë më ndihmon. Kjo gjë shkon, kjo shkon, kjo... Që keni kriju këtë lidhje miqësore me nanën, sepse nuk është shumë... Po, ajo dhe si fëmijë ka thënë që gjithmonë ke qenë i lidhur me mua, gjithmonë ke vrapu te unë, gjithmonë ke qojt, ke qeshtë unë, ke ardhi, ke shpreh gjërat që i ke pas me mua, më sporit. Dhe s'kelon gjithmonë i konë tu më përqafu, s'kelon kush me më prejka, se më thonë gjo. Që mendoj që ka qenë qyshën fini, pastaj
duke u rritë njëta gjë ka mbet. Bile bo dashni edhe më e madhe. Edhe më e madhe, por normal se unë nuk mundem tani me na shkalu këtë detaj. Jo, po me abuzu, me tepru, megjithëse kur s'është e tepërt për prindin, po kur i ban njeriu do vjet hajde gjithë ditën përgledhu me prindrit. Nuk po e them në aspektin që ju e thatë që, domethënë, baba ka jetu jashtë, domethënë jashtë vendit. Sa ka mungu figura e një prindit, e një burri në shtëpi? Po edhe ka mungu lavinot, por nona është mundu maksimalisht që mos më na mungu ajo pjesë, mos më ndje zbrastin, kështu që e ka lujtë të dyja figurat shumë mirë në rol, le të themi kështu, edhe mendoj që ja ka dalë shumë mirë, sepse shumë pak e kena ndje mungesën e tij, sepse edhe ai ka bërë sakrificat e veta që financiarisht mos më na mungu. Po besoj edhe për të nuk u kanë qenë lehtë. Absolutisht. Financiarisht mos më na mungu kur gjë nga figura e babës, kurse nga edukimi, siç e përmendëm në fillim, edhe edukata, kultura, domethënë edhe në fe, edhe si njeri, si me u formu, është marrë lona më shumë, absolutisht. Po pikërisht edhe sot ju e runi si diçka të madhe. Bile po mendoj, po se po të ndërprej, po mendoj që deri në pikën që ndoshta e ka harru veten, e ka lënë keq, e ka edhe shkatru veten për me na dalë ballafaqim të 4 fëmijëve njëjtë. Qëse janë mendoj që të gjitha nënat shqiptare spikatën si heroina dhe janë shumë të rralla për karshi kombeve edhe kombeve dhe shteteve tjera. Unë s'kam pasi nënat shqiptare sa janë gatshme me sakrifiku për familjet edhe për fëmijët. Po i bie që po foli shumë. Jo, ndoshta për këtë pjesë, po jo, është ashtu ndjej edhe mendoj që është ashtu. Ju e thatë edhe më herët, edhe më bën shumë përshtypje dhe më pëlqeu shumë që shumë njerëz mjet kanë ardhur, kanë shku, po ata që kanë vetë veç prindët tonë. Janë filtru me kohë. Po, edhe unë mendoj që kështu. Se ti lip mendoj penjesh kemi pas. Por është në rregull, jeta është e tillë edhe jeta vazhdon. Është e bukur gjithsesi edhe me pak persona edhe me familjar. Bile më mirë po mendoj tek e fundit, më rahat është njeriu. Po rrethi familjar, kushëret, njerëzit mendoj që kanë qenë shumë pro asaj që ju e bëni të muzika, se me thonë të drejtën nuk është që janë shumë involvuar në art. Po, që na mbështesin. Po, nuk e di pse ka pasur nga ata që ndoshta e kanë keq kuptuar në fillimet e mia, kanë doli ky këngëtar, kanë doli ky artist. Seriozisht nuk ka pas as dikush. Tash ju thu për ekran, dolëm. Besoj që tash e kanë ndruar pak mendjen. Po tash i boj famshëm? Pak. Jo, shumë. Mendoj që tash e boj famshëm, sigurisht që ata janë krenar. Po bëja e gara pak se mirë është me qëndru me këmbën në tokë, po unë pak o shumë e kam ditë që me këtë punë do më marrë dhe këtë jetë e kam dashtë. Dhe këtë jam duke jetu dhe shiu maksimalisht. Por ka pasur nga ata këtu mbeta që kanë qenë skeptik, se seriozisht tek e fundit as nuk kanë pas faj se nuk ka pas shumë persona të cilët kanë luajtur instrumente ose kanë pas prirje ose aftësi, talent, donti prej Zotit për me këndosë diçka në brezin në trungun tim familjar të dreshajve. Kështu që unë isha i pari që jurosh. Shumë mirë. A kujtojnë këngën tonë të parë, tregon ato sakrificat të mëdha që prindët u kanë bërë për me ta realizuar, domethënë ëndrrën e madhe. Kjo është ëndrrë e madhe. Është shumë e madhe. Absolutisht. Mendoj që kam qenë në Shkodër, se pastaj nga studimet e 8-vjeçores, ult në Podgoricë, kam kalu në moshën mallore, se kur bësh 18 vjeç je në një moshë 17, ndoshta edhe pak më pak. Kam vazhdu kursin profesional, pra për kanto, solfegj edhe piano, dhe aty jam njoftu me kompozitor të ndryshëm, me profesor edhe pedagog që njohin muzikën edhe janë kritik edhe profesionista të fushës së tyre. Edhe pastaj unë jam interesuar që dalen publik, fama nuk ishte perceptueshme atëherë për mua. Nuk e di ç'është me dalën, nuk e di ç'është skena, nuk e di ç'është. Ndoshta e kisha pas një mikrofon në një piano, se kam luajtur në shkollë muzikës, po tjetër është por del para kamerave, para dritave, para gjithë një publiku, edhe një jurie.
Pastaj ata më kanë propozuar që me marr pjesë në një festival në Shqipëri, aty kanë filluar hapat e parë dhe kënga ime e parë. Cilin festival? Ata them. Po, gjithë. Okej, kënga magjike ka qenë. Okej, super. Vitin 2016. Vitin tjetër bëhen 10 vite karrierë. Viti jubilar. Në kënga magjike? 16, se unë tani kam bë 16 e gjysmë. Se tani kam tregu moshën? Po s'ka gjë. Se unë tani i kam bën 26, kështu që Okej. Nuk jam as shumë i ri, as shumë Mosha më të mirë, po gjithsesi tregon eksperiencën në kënga magjike. A ke marrë çmim? Po, unë kam depërtuar goxha lart sepse dola në top 3 të Best New Artist. Unë nominova për kategorinë Best New Artist dhe fitova statusin Big Artist për të gjitha vitet e festivalit kënga magjike në Shqipëri. Kur do që dua më riktheu se më marr pjesë prapë, direkt hyj tek gjysmë finalet dhe finalet si Artist Big. Se kjo status do të fitohet në një festival i tillë, kaq prestigjioz dhe mallështor. Domethënë do të kalosh në përfaza dhe është një juri adekuate që votojnë për ty, për vokalin tënd, për këndimin, interpretimin tënd live. Por unë për fat nuk diam unë me çujt fat apo koincidencë. Edhe punë e madhe bëhet. Apo koincidencë, se pastaj kam shkuar mbrapa dhe kam shikuar në herë emisionin në interpretimin tim live. Dhe thash o zot, pas kam qenë shpirt luftarak. Po kur e shanjeri vetëm se kisha marrë pastaj i harroj kur se nuk fokusohem vetëm tek një pikë në jetën dhe karrierën time. Kisha pa marrë 5 jeshile të çdo fazë e garimit. Dhe mboj mend që Julia ka qelësu që zërin e Davidit du ta dëgjojmë edhe më shpesh në Tormen. Kështu që ka qenë një kompliment shumë i madh për mua në atë kohë. Se s'ke marrë më pjesë në kënga magjike, s'kam pa? Po mendoj që s'ka qenë materiali i duhur, edhe prap po them si kjo intervista jonë që është sot shumë spontane, shumë miqësore, shumë për çejf po flasim. Mendoj që duhet të jetë koha dhe momenti i duhur, po mbi të gjitha kënga e duhur. Edhe nuk mendoj që jam kriju si tillë që do mbyllam 2 motorë në studio derisa ta nxjerrin një material të mirë, se ka koha me lançu një projekt ri ose do të marr pjesë te ky festival që më do të rrëmbej çmimin e parë. Kjo buron për shpirtin, nuk besoj që duke punu, në proces, në rrugtim, ajo del has diku në të. Edhe thua, okay, kjo është për festival, kjo është për Eurovision, kjo është kot, po jap ide për Eurovision. A ke mendu? Po, kam pas ftesa edhe për Eurovision me përfaqësuar Malnezi, po prap gjithmonë rrethonat edhe se nuk e marr pjesë, a mendon që ka, nëse kur të çdo më shpreh, a mendon që ka lojrak në këtë pjesë? Absolutisht që po. Absolutisht. Edhe ti e din besoj labinot mirë se je ballafaqur. Unë po të ty. Je ballafaqur. Unë jam me të pyet këto. Në rregull. Po më pëlqen qetësia jote, po edhe ti besoj je ballafaqur me sfidat e tua në rrugën e moderimit, kështu që nuk e di, gjithmonë ndodhte diçka, dhe vitin e parë 2-3 që më është ofruar si më i ri, si djalosh 20 vjeçor në 19-21, po. Domethënë nëse e kisha prek atëherë, ndoshta nuk e kisha ndërtu karrierën që e kam sot. Nuk e di, kishte ndikuar ndoshta ndryshe, ndoshta kishte shku tjetër drejtim, ose ndoshta isha dëshpëruar, ndoshta s'kisha dalë me rezultate të mira. Por tani kur e shikoj prej këtu ku jam, nga këndvështrimi këtu ku jam, them nuk isha koni gatshëm me përballu një skenë as të madhe dhe me përfaqësuar një shtet. Plus kur nuk është shteti jot me gjuhën e mëmësisë. Po mirë, a mendon që janë të durit ata që gjithmonë që të durit përfaqësojnë? Ma thuaj të vërtetën këta, se sonte unë kam vendosur nga gjitha shtetet, po ma pyet kështu në përgjithësi. Po sigurisht po referohemi vendit tonë. Po nëse do të sinqerisht, jo, nuk mendoj. Megjithëse refuzimi një herë edhe kam refuzuar që të përfaqësoj Malnezi, sepse është përgjithësi. Është përgjithësi, pastaj kjo pjesa që unë jam shqiptar, jam lind, jam rrit atje, krejt në rregull, kam në shtetësinë e Malnezi, po mendoj që më mirë është që nuk jam nxituar dhe më mirë që kur do që të shkoj nëse do ndodh ndonjëherë, më mirë është që më shkoj për Shqipëri ose për Kosovën, edhe e bëj me më shumë zemër, me më shumë qejf, me shumë pasion. Natyra e bën vetën, këtë po mundohem me thënë, po Unë vetëm isha
isha me joshnin këtë sukseset, e doja suksesin. Është e madhe. Edhe, por mënyra se si perceptorin ata që ne kena një buxhet të tillë, të duhur që me ta dhon ty si radio televizioni Mali të Zi nacional, kurse pjesën tjetër kompenzon ti dhe familja ose menaxhmenti jot. Kështu se këto pjesë nuk më kanë pëlqyer shumë. Pastaj ka qenë materiali që duhet këndosh patjetër në gjuhën angleze, nuk je i lejuar të këndosh as në gjuhën shqipe, as slave. Kështu që Unë që slave nuk e kishe pranuar asnjëherë. Jo, absolutisht. As unë, po as familjes, as babës nuk i kishte pëlqyer, nuk besoj që më kishin leju. Sepse mendoj që ma kishin përmend edhe ndërkohë diçish nuk ka nevojë, s'ka arsye, po ndërkohë besoj duke ndërtuar karrierën këtu më kishte penalizuar, më kishte penguar dhe çato ma kishin ma kishin përmend, mendoj që gjatë gjithë rrugtimit tim. Po pavarësisht që është art, fundit ditës jam i lumtur dhe jam i gëzuar, absolutisht, është art, muzika nuk njeh kufi dhe është gjuha universale që lidh njerëzit edhe kur flasim këtë pjesë, Davet është shumë e ndihshme, domethënë. Po, unë thjesht vetëm po mundom me thonë që jam i lumtur që nuk jam citu me shku edhe që nuk kam pranu, kështu që momentin e duam, kohën e duam, do Zoti do ndolli për Shqipërinë. Du me dojtë të një moment ku kam dëgju. Kam dëgju që keni pas shumë... Në thashë them? Ju nuk menoj që... Ju e konfirmoni ashtë thashë thema nuk është. Edhe pse në tuhet nuk flitet për të tjere, po flitet për neve. Po gjithsesi është një detaj i rëndësishëm ku kam dëgju që keni pas shumë zhgënjime në botën e muzikës, në depërtimin edhe në botën televizionit. Ashtë e vërtet. Po, Labinot, nëse s'po hezitoj as pak përgjigjen me ta thonë, nëse pedon troq edhe përgjigjen e sinqert, po... Unë nuk jem rastësisht këto. Prapë po i përses, mendoj që edhe ti e dojnë shumë mirë se si funksionon, edhe këtu është vend i vogël, shumica njën me steri tjetrit. Unë jam do fymet pyet. Por... Bukur po ma këthen. Ti mu mos më shtin tash të ndërbit me kolegët mi. Nuk jam i tillë, po... Jo, ke pas disa eksperienca cilat kanë thyme nëj? Ndoshta si majri i merr nga të zemrës. Është e kuptueshme. Përderisa s'ma mojnë qatin pi kokë, ose se m'japin mangër me pi. Jo, kam puna. Po besoj që kanë... Unë vlerësoj, po du me thonë kështu, ndoshta më mirë përgjigjen pak më... që mos të këtë që kuptohet se njerëzit përsa i marrin këto intervistat e gjata kur i jep njeriu, i marrin e i prejnë pjesë të vogla dhe interpretojnë si dojnë vetë. Është e kuptueshme që s'du mu nalë shumë të kjo pikë, vetëm në arsye se... Janë të parëndësishëm? Nuk ja vlen, dhe është kohë e energji që e humbur kot, kanë qenë, mos them pak momente vulnerabël, që njeriu s'është... Jo gabimet që i bëjnë gjithë në fillimet e veta, që... Cilat gabime? Mendoj që kur je naive dhe i sinqertë dhe jenë fillimet e veta përplasësh dhe përballësh me njerëz që kanë shumë eksperiencë, janë shumë të provuar, edhe kjo bën që ata me të zotnu, edhe pastaj me arrit me... Tentojnë, po, le ta marrim, ta zbusim të thëmë si tentativë që është, që me të manipulu ose me të përdorë në aspektin që me të gënyu, me të bon premtime, pa nevojë. Por unë mendoj që... Kur flet e përfitimet, çka dënë me thonë? Se pjesa e bashkëpunimit, për shembull, në intervista mes nesh është punë qefit. Po? Do të dyja palët me qenë të vullnetit, të mirë. A çka në kupton kjo? Që so me larg njerëzve toksike dhe negativ. Jo, çka në kupton kjo? Po kjo është e gjitha, mendoj që kom pas zhgënjime, kom pas bryla, kom pas po drejtësi edhe më kanë bën vetëm... Jemi të qartë për publikun, dhe ata që na shohin, na përcjellin, edhe audienca jam, edhe audienca jote. Ju po flisni për depërtimin në media, apo jo? Jo në muzikë. Edhe në... Mediat janë pjesë e muzikës, unë nuk mund të bëj muzikën, po... Ke fjallën për intervista? Unë, për shembull, edhe për intervista, edhe për media, edhe për... Kjo i përfshin gjitha showbizin, do me thonë, unë nuk mund të publikoj... Që është dënë mi thonë, do me thonë, parokolla dhe masë nuk dënë me dalë atë? Jo, unë thjesht po them që... është gënjem? Për shembull, kur unë
lançoj një këngë të re, unë nuk mundem me lën hije dhe mos me dal me i shpalos backgroundin pra pas skenat edhe me fol pak rreth projektit, me promovu. Kështu që mendoj që ka qenë rrugë ndoshta, që është dashur me kalu, që më bë më i fortë, me reflektu, me mësu, edhe me pas kujdes, me selektu njerëzit me cilë do me bashkëpunu, sepse e keq që ekziston edhe s'ka fond, Cili është zhgënjimi më i madh në këtë aspekt, sepse tu e njoft edhe natyrën tënde, mendoj që është një sekuencë. Po, janë disa, nëse filloj me cek, pastaj Jo, është një sekuencë. Nuk kanë barim, po gjithmonë do t'i marrim me sportivitet, edhe ndoshta se nuk po du me arsëtu askënd, do të munis nga personi, se jo gjithkush është me qëllime të mira, dikush ka problemet e veta, nga njerë nuk do të asë mja marrë për të madhe dikujt. Kështu, veç e kisha përmbyll me një përgjigje që nuk ja vlen me... Po, sigurisht me marrë. Nuk ja vlen sepse vetëm më kanë bë më të fort, edhe më kanë bë me push harder, me shtym më shumë punën time, më kanë bë më punëtor, edhe më kanë ushqy në aspektin e mirë që unë me i kthy në punë, pa drejtat. Jo në revenge, jo në hakmarrje edhe në reagim, sepse në reagim nuk gjej diçka, as në hakmarrje. Mendoj që kjo është dobësi edhe do t'jesh shpirtlig edhe do t'jesh i zbrast brenda, do të mungoj shumë çka. Pjesën e shpirtit duke përmbushin gjërat materialistike. E kuptoj, as një... Kjo na bën edhe më të fortë. Një bluzë më e shtrenjtë, apo një këngë më shumë, apo si që përmendë një intervistë më shumë. Po. Sepse ka media, ka televizione pa fund. Po funditet median e kemi telefonit, ashtë thot. Absolutisht. Dhe më thonë, nuk përbën... Mundesh më bën vetë fuqia, vetë vetës, i ke gjitha... Jo, e gjemë se hina jo rastisht në këtë ujtë, se shumë shgënjen, edhe ndaljen edhe andrën në gjysë. Se cili për njështë jemi ataku me shumë ambientet e tilla. Po s'ka arsye me ndalë andrën për gjysë për askënd. Të ke fundit as për me të ofërmit e tu. Sepse zemra ju të edin mas mirit, zemra njeriu të edin mas mirit se çka donë dhe çka i lyp kërkon. E kuptoj, pa e kalojme që ju doni me kalu se janë gjëra të unë mendoj që dhash edhe shpalosa shumë përgjigje. Jo, është e kuptueshme, por është edhe por nuk ja vlen se nëse i hyj ashtu, seriozisht e kam lëmë. Jo, s'po flasim për emra na. Jo, nuk e puna vetëm për emra, po pastaj edhe të pjesa e videoklipeve, edhe të pjesa e muzikës, edhe të pjesa krejt, atë pastaj nuk pres me bë karrierë as pak. Jo. Unë nuk jam këtu për me luftu me njerëz, as më ngatru, edhe nuk konftune për mua ngatru. Jo, unë thjesht, po do të thonë se në mënyrë pasore, gjithçka edhe mirësjellje mund të arrihet. Distancohesh për njerëz që e shef që nuk mundesh me bashkëpunu diçka me ta, është shumë e thjeshtë. Jo, ajo është e bukur. Edhe gjithmonë mshelet një derë, hapet një derë tjetër. Unë këtë kam edhe fakt të sprovuar edhe eksperiencën jetën time. Kur flasin te media, te televizion, ke bëu shumë në media serbe. Okej. Edhe kjo është për ne është krenari, me thonë të drejtën. Okej, faleminderit. A ka qenë provokim klipi të cilin ju e keni realizuar në A ke realizuar në Tuz, me sa? Jo në Tuz. Në pjesë e Malit Zi është... Po është një pjesë shumë e rëndësishme ku ti nështë atë ke provoku. Qështu është thonë nga media serbe? Po, ato e kanë cilësu si provokim edhe si... A ka qenë vërtet kjo? Jo, absolutisht. Unë nuk mendoj që vetëm kam ra prej rastit, dhe ta themi kështu se nuk po du me viktimizu vetën, as i kam lënë mrapa edhe shumë... A ma shumë buj ka bo? Shumë metra mrapa i kam lënë meje, arsyetimet edhe justifikimet, i kam kalu këto intervista dhe këto rrëfimet mia. Unë veç po du me thonë që serbët albanezët neve nuk na duhin, as nuk na kanë dashur, as besoj që kanë më na dashur na herë, kështu që po pse kanë pas si diçka që një shqiptar me këndu një gjuhën autoktone tonën shqipe, e kanë marrë si provokim, sepse aty ka qenë vorreza e Petar Njegoshit e dytë, sundosit edhe herojt të tyre më të mëdhtë të gjitha kohërave, edhe të Malit Zi me Serbinë që lidhet.
Dhe ato e kanë këthyn çështje politike, po unë nuk e kam prit që bëhet aq e madhe, edhe unë më duhet jemi sinqert, unë kam mendu edhe gjatë xhirimeve dhe para se me shkuat në xhirime që mund të ketë reaksione dhe side effects, por jo deri në atë pikë që me egzageru dhe me çu deri në lavinot deri në lajme nacionale, deri në krejt mediat e servisit Malizi. Edhe me bëhet zbuj, sepse aty ka pas... Unë prapë me duhet të jemi sinqert mas parit për vetë vetën, sepse unë kam 25 vite që jam lindë rritën Malzi, se aq më ushki që anë atë kohë, para një vitit, nuk kam qenë në me vizituas me pa. Kështu që unë nuk se ja kam pavu syrin, si që kanë cilësua ta 10 vite për para dhe këtë do e bëj. Do shkoj që t'ja u shkatroj gjënë më të shejtë dhe të vlefshme të tyre. Si që kanë degradu dhe skandalizu fyë shoh e nem në përtituj ata, mu edhe familjarët e mi dhe krejt produksionin edhe njerëzit që unë kam bashkëpunu me shumë dashuri me ta. Unë mendoj që ju kam bërë marketing dhe ju kam shërby që dhe Shqipëria, Kosova me dëgju më shumë për një park nacional, i cili është mbrojtur për UNESCO-s. Dhe unë absolutisht i kam marrë masat që në fillim që unë nuk kam dalë që djenë në tregun muzikor shqiptarë dhe unë jo vetëm se... Je kriju si i marë si jamë si këngëtarë? Jo vetëm si absolutisht, unë nuk mendoj që jena aq primitiv, edhe po të kisha pas vetëm 2 projekte materiale, do më thonë 2 materiale muzikore, që në një park të mbrojtur nga UNESCO nacional, mos të kërkoj leje. Kështu që unë kam qenë me dokumenta, me nënshkrim, me vull, nga muzet publik të Cetinjes, se nuk kam dash që ta kthej në intervista dhe në emisione, mbas që u përmbyll dhe u harru si çështje në dizinformat. Nuk kam dash me abuzu me këtë gjë, as kam dash me arsytua me i rasi rrëfim, pra po e them, ekskluzivisht për hir të vërtetës edhe për hir të mirësjelljes edhe krejt pyetjeve të bukura dhe komunikimit që keni bërë me mu, mendoj që ja vlen me thonë këtu dhe me potencu dhe nuk kam pse me ikë pyetjes as më shef mas perdeve, sepse kam dhënë goxha informata, kam reagu, kesh deklaru të Albania Radio, kështu që me aty e pata përmbyll, po tani jemi në seanca vetëm gjyqësore me muzet publik të Cetinjes, të Malit të Zi, edhe me Ministrinë e Kulturës, punëve të brendshme, dhe më thonë të Malit të Zi. Sepse këta tani, se do shtas po flasë shumë, Lavinot. Pa merak. Një pyetje bëri me thonë këta. Unë flasë për këtë temë me shumë entuziazëm, sepse mendoj që është një padrejtësi shumë e madhe, edhe kjo thirrët shofishizëm, edhe vetëm... Nuk ka qenë tendenca që më bëka që madhe, aja është bëhe madhe, jo, absolutisht. është prejkë gjithë Unë vetëm e kam po vetëm ka rrjetet sociale, unë e kam po një foto, rastësisht. Më ka sugjeru vetë një rrjet sociale, dhe unë e kam thonë... Po e rëndësishme që ti ke arritë në një formë ose tjetrën. Nuk ka marketing keq, ne dim këtë, se jena në showbiz. Por më ka shërby si armë ndoshta për me u popularizuar dhe me dalë nga shkolla e famës në të popularizuar, por megjithëse kjo nuk ka shumë rëndësi, unë isha shumë i revoltuar në fillim që jo që të hakmerën, po ta nxjerrë të drejtën në pagë, edhe të vërtetën, edhe të mund të marrë dëm shpërblim, se mbrojtë jo se ti një avokat e ke, po mendoj nga avokati. Por dalë se kur njeriu e din që është i pastërt edhe i drejtë, edhe nuk ka ndonjë qëllim të keq, se kënga ishte melankolike, ishte dashuria, nuk ishte as tentativë nacionaliste, as fetare, as komësie, kështu që me nëzi po pres që me dalin seancat e para, të gjyqësore, ta shohim si do shkoj, se unë e kam me letër barë dhe zi dokumentacionin që e kom pas lejen për xhirim. Ato e kanë cilësu edhe që se kam pas lejen, edhe e kanë potencu gjithë ditën me datë 5 nëntor. Ata gjithmonë kanë të drejtë. Po, si mas tyre, po. Se veç ne s'patëm kulturës, nuk patëm si mbas tyre, as nuk patëm integritet, ata i patën gjitha. Po, kur kanë gjiru fejesa dhe darsma dhe
shumë llojshmëri gjëra tjera në majet e malit Lovçen, nuk ju ka pengu gjuha të tjera. Po kur del një shqiptar dhe këndon gjuhën shqipe, por me shkuar deri tek lajmet, po e kam pa që ka dalë. Domethënë mendoj që më kanë shkatruar nderin si qytetar i Malit Zi, unë mendoj që po se ju jetoni atje. Unë vetë kam deklaruar që ishin ditët e para ku unë ngacmoja, unë qeshja se pastaj u kapshin në komente, u ngatroshin serbët me malazezët, shqiptarët më mbronin këtej. Thash, a din si, por po i bëj disa reagime të vogla. Nëpërmes storyve kam thonë, a është Mali Zi shteti i pavarur që në 2006, në vitin 2006? Ju jetoni atje. A është Mali Zi shteti të gjithë qytetarëve njëjtë të tyre, të tij? Kështu që ishte dramë e pa nevojshme për mendimin tim, por që... A janë shukat të zëra? Si thot? A janë shukat të zëranat? Tani vetëm se proceset gjyqësore zgjasin në Maltezi, shkojnë më ngadalë, se prap jemi në Ballkan, kështu që po pres momentin e dur që avokati të më... Ama gjithsesi David marketing sot dush. Jo, nuk ka marketing keq. Ka bërë shumë seriozisht edhe një mundësi. Edhe nuk e kisha menduar që mund të më shkua aq larg, edhe nuk e kisha menduar një gjë të tillë. Se tani do me kthy edhe pak në shako, i thoshte gjyshja atë ditë me 5 nëntor që isha gjithë ditën nëpër lajme, i thoshte gjyshja nënës nga ona e babes. Se unë isha olën gjumë edhe erdhëm me gjuhë, hajde me pa vetën në lajme. Unë i natë përpara kam thënë, kemi pa që nese do jemi në lajmet nacionale. Edhe i thoshte gjyshja, a mojnë me ardhë me mshel, me kapë. Nane, s'mrindit. Edhe i thoshte, prindi nana, po kësë është kriminal. Artist. Është artist. Edhe mënyra se si unë vendosi me ekspres pjesën artistike është drejta dhe liria ime. Unë nuk mendoj që aty kam bën as ndonjë gjest, as ndonjë shenjë, as diçka. Por sigur ta kishe bosh Shqiponjen. S'm ka shku pak në ndërmend. Provokim, hajde se përvojnë. Atër kishin... Jo, atër ishë bëllë ma e madhe, edhe pse edhe çështja është shumë e madhe, po gjithsesi menoj që edhe ky rast, edhe shumë rastet e tjera, menoj që kanë me shërby dikur, sepse kam u googlu për ty edhe kam u pa që ke bëllë dikun. Nuk ka lajme të këqija, thjesht mbetet një kujtim për hir të vërtetë i hidhur. Nuk unë, personalisht s'kisha dash kur mu përmend në mediat të tyne, po gjithsesi... Po, unë se kam me qef. Po tani, që do të bëjmë? Janë të pak të artistat dhe artistët shqiptarë që kanë arrit me i prek mediumet sërbe dhe malazeze, por po, jam artist i guximshëm, kam qef me eksperimentu në projektet e mia, dhe në veshjet e mia, dhe në lokacionet jam shumë piki, jam shumë përgjithës ku du me i gjiru videoklipet e reja. Tani e shofë në rrethi, se deshte kur jeton në një shtet tjetër, dhe e shqiptar, ke shoqëri, ke shoqe dhe shok malazes. Edhe pastaj, me njerë kur i thëmë jam duke punu një projekt të ri, ose dëgjoj këtë këngë sot bukur e kam bo, se pse nuk e kuptojnë gjuhën, ritmi ju vjen i mirë, ose ju pëlqen muzika. Ku do i xhirosh? Ku do i xhirime? Tash mendoj që pastaj bëj shaka me disa nga shokët që i kam shumë shokë mirë, mi them, a keni ndonjë hero tjetër t'ju degradojë më mirë? E bëj kështu e kthej shumë shako këta ta mbesin, i ngrihet fytyra. Se ata nuk e mnjohin fanatizëm, po ata mendoj që i kanë tregu veten sa shumë na dojnë, edhe deri aty janë në shef, po veç atë e kam po politika çka bën edhe fanatizmi që është në gjendje me të njerëzit. Në gjithë rrëfimin, në gjithë edhe sonte, edhe në intervista që ju dilni, sa është krenare nana? Mendoj që shumë. Edhe besoj që mi përcjell gjitha, edhe i shikon. Sa është kritike, prap nuk mundohet mos me lëndu, mos me rënu, mi thot bukur, mi thot mirë, edhe... I bën fjallë me kur del? Apo jo? Po, se edhe nona kur vjen punët e karrierë dhe muzika ime nuk është se është shumë e ashpër. Po. Nuk i merë gjanët me shpejtësi. Gjithmonë thotë, po ti din mas mirë ndoshta
Po, a ban me dham, unë vesh një mendim tim. Sa mirë. Vesh drejtoj... Jo funditës talent ty krejt. Po, ta drejtoj pak, vetëm këtu mendoj që kështu, këtu mendoj që ashtu. Edhe, kështu që kam dëgju, s'm ka dalë keq me ta. Sa mirë. Para se me mbyll emisioni, kisha dash një strofë, diçka me më këndu këtu, mos me më ik pa këndu. Okej, cilën kong? Edhe pse ju e keni nxjerr këngën e më të re tash në treg. Po, për këngën e re na ra shumë pak me fol. Okej. Jepi. Po këndoj këngën e re, më mirë. Tamam t'i bëj pak promocion se ja kena punu një videoklip shumë bukur me Malti, nëse më lejot me fol pak. Është një këngë që më ka dhurat për herë të parë në repertorin tim, nga Rianita Bazi, dhe nuk hezitoj me thonë as pak, njëjtë, komponimi, veç mix masteri, aranjimi dhe incizimi vokalit e kena punu me Robert Bilbelov në Shkup të Macedonisë. Klipi shkon interesante me tonë. Videoklipin kena punu... Kishin bo pak meme, po s'ka libje. Po, kanë bërë rrjetet sociale, nuk më kanë kursy. Por nuk ka me dashamirësi, po flasim për burimin, është i jashtëzakonshëm. E kam shumë shok të mirë, edhe nuk mendoj që më prish punë, unë nuk më pagon ajo pjesë. Gjithmonë bëj gallatë dhe hajgare në llogarinë time, në llogarinë e tjerëve, edhe mendoj që shoqëria e këtij kohë edhe gjithmonë në gjërat me qenë shumë të paketume ose brenda kornizave, jo fshija, jo heke kështu, nuk më pëlqejnë këto gjëra. Po edhe unë një shaj që eksperimentova dhe guxova me ngjyrë blu për mashkull, për me ndru imazhin, sepse kisha disa videoklipe që nuk e kisha ndru kur gjë të vetja. Edhe thash, okay, është momenti, koha e dur, videoklipi dur. Në videoklip nuk jam kursy nëse folin këto gjëra kaq haptazi në ekran. Jena mundu maksimalisht deri në çdo detaj që me qenë në nivel botror dhe besoj që ja kena arrit. Publiku le ta dëgjoj më së miri vet kur ta shikojnë dhe dëgjojnë. Po duhet edhe një herë me falendëruar Rianitin sepse ma ka dhënë një super këngë. Janë disa gjuhë, frangjishtja, spanishtja, anglishtja dhe shqipja, është vetëm këngë që e kam në formë dhe mënyrë të tillë, është unike, është veçantë dhe është specifike në formën edhe mënyrën e vet, sepse ka shumë fjalë në gjuhën angleze edhe nuk është këngë tipike shqiptare, edhe pse është komerciale dhe moderne. Kështu që po shfrytëzoj rastin për herë të parë me këndulla a cappella, edhe pse s'kam bën nxemje për vokalin. Na kuptojmë, mirë kuptojmë. Në rregull. Pjesa e bridge është shumë keqe dhe shumë e bukur laminato dhe ndoshta këtë kisha interpretuar për ju sot. Ti e zjarri flak je Lady Flame, vetë kom dezis Dave të blame, sot festosi me koni janari, me vedi e kom shamin e beqarit, shien Chanel e shishën e arit, I make it rain, prej dollarit, ti vazo me ritëm, deri vonë mëngjes. E vazhdon edhe ditën, je bliss and bless. La vida loca. Besoj që mjafton. U mundova në mënyrën time live që ta interpretoj sot spontanisht. Na kemi as band as kur gjë. Normal. Është vetëm për çefin tonë. Për mua sonte ka qenë shumë kënaqësi e madhe. Ka qenë kënaqësi e madhe për me pas face to face bashkë. Prandaj shumë për ftesën. Për me nda shumë çka të cilat ju për rast edhe një çmim besoj që nuk i kishin nda kurrë këto pjesë. Absolutisht. Po duhet me thonë që kjo është një raport që ka një rrëfej një intervistë ka intime personale sa për përsis vetën nga fillimi. Edhe këdon shumë përgjigje që nuk i dhon. Ka intime dhe nuk mendoj që janë përgjigj më sinqerisht ndonjëherë në jetë. Faleminderit për që u ndjeva kaq rehat. Për mu, thash edhe njerë, po vazhdoj me tonë kënaqësi, është privilegj edhe është krenari që një shqiptar prej Tuzit me pas suksese kaq të mëdha. Jam edhe i lumtur që prej mënyrës se çka nxjerr në televizion, mënyrës se çysh flet, edhe sa shumë depërton të ata që ndjekit të rit ose çapo di. Mendoj që je një shembull goxha i mirë. Faleminderit shumë. Mos më lëvdo të për shumë. A mendoj me këto? Po. Edhe një falënderim shumë i madh për prindët tuaj për këtë djalë që kanë. Faleminderit shumë faleminderit. Se çka më pëlqeu kjo intervistë bashkë. Edhe pse unë kam folë pak si shpejt, po. Nëse s'ju pëlqen, do ju them skip. Jo, shkoni në intervistë një herë. Po, se është për me folë për veten është shumë problemi. A kupton? Sinqerisht faleminderit edhe një herë për gjithçka, faleminderit që erdhët atje. Me shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Atëherë të dashur miq, besoj që u pëlqeu e gjithë kjo bisedë me artistin e njohur. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.